se sa protestat me bën këto momente. Faleminderit shumë. Zotëri Jakaj, ku qëndron problemi kryesor në këtë fushë? Tek ligjet që ekzistojnë apo tek zbatimi i tyre dhe ku është përgjegjësia e institucioneve? U përmendën këtu nga mysafirët që ku është para shumë kështu përgjegjësia dhe ajo dihet, domthonë është kryesisht mbi qeverinë e Kosovës për mënyrën se si konceptohen dhe zbatohen politikat sociale, për mënyrën se si bëhet mbrojtja sociale e punëtorëve. Dhe kjo mbrojtje nga 5 vitet e fundit, nëse marrim si referencë, mund ta vërejmë se më shumë ka qenë në formën e transfereve sociale, në formën e subvencioneve. Do thonë, merreni 5 vitet e fundit dhe shihni përveç rritjes së pagës minimale tek vendimet e qeverisë. Nuk ka vendime ku ndërtohen politikat, ku ndërtohen mbrojtje sociale. Merreni vendimet e qeverisë, nuk ka koncept dokument azëm ose diskutim publik, ose diskutim në platformën online për konsultime publike, një koncept dokument azëm nga marrëdhënia nga fusha marrëdhënies së punës. Do nuk e ke në asnjë vendim. Do çështja ka qenë më shumë e rastit. Do vije një muaj, vinë zgjedhjet, vendim qeveria transfere sociale. Merreni Kuvendin e Kosovës, nuk ka një debat parlamentar brenda atje, as nuk ka një interpelancë nga opozita, as nuk ka ndonjë raportim nga ministri i financave që e mori punën dhe e vendosi në kuadër të asaj ministrie për mënyrën se si mbrohen punëtorët. Ka pasur disa aktivitetet tek Komisioni për Shëndetësi atje, se edhe mirëqenia sociale u hjek nga Kuvendi si tipar kryesor i një komisioni parlamentar që e ka përgjegjësi me mikëqyrë qeverinë, dhe nuk ishte. Pasëm një qasje tjetër, e përmendi Vebiu, po më duket që çështjen tek Inspektorati i Punës. Për 3 vite rresht, ky institucion i rëndësishëm në kuadër të Ministrisë së Financave është udhëheq nga një person i cili për të cilin ka një akt gjykim deri tek Gjykata Supreme që për mënyrën se si ajo zgjedh është shpall procesi i kudoletshëm. Por çysh ka mundësi që një inspektorat që duhet me mbrojt të drejtat e punëtorëve udhëhiqet nga një person që vetë gjykata e ka shpall procesin e tij në kundërshtim me ligjin. Pra janë këtu, po besoj që edhe gjatë emisionin përmendim, ne mund të flasim për çështjen e rritjes së inspektorëve të punës. Aktualisht numri i tyre është 54, po besoj që flasim gjatë emisionit me pa se si ka shkuar, se si procesi ka stagnu, duke mbetur vetëm në 54 inspektor për 449.000 punëtorë në Republikën e Kosovës. Faleminderit shumë, zotëri Jakaj, shikues nderuar, shkojmë